Jemi në studio përsëri, rikthyer tashmë me të ftuar special që sa herë që vin në studion ton fëmijët kanë atë efektin e magjishëm e quaj unë, sepse janë të çiltër, janë spontan, janë gjithmonë vetvetja, janë ata që nuk të lejojnë të bësh skenare. Kështu që unë jam me 9 fëmijë në studio dhe më vjen mirë që vit pas viti ne në Villa 24 i kemi përcjell fituesit e eventit të bukurisë që vazhdon edhe realizohet nga John Mercuri. E mban fort duhet thënë këtë gjë edhe pse është një sfidë më vete dhe nuk është e lehtë të organizosh evente bukurie dhe jo vetëm, sepse në fakt sa herë që themi konkurse bukurie për fëmijë, me sigurt që shumë prej jush mund të stepet dhe të thonë që prit se fëmijët nuk kanë nevojë vetëm të jenë të bukur, nuk kanë nevojë vetëm të ngjiten në skenë dhe tregojnë pamjen e tyre, por në fakt ata ngjiten në skenë dhe tregojnë edhe pika të tjera të forta të tyre, siç janë talente të ndryshme, të artit që kanë, shumë prej tyre din të kërcejnë, të këndojnë dhe pse jo, skena është ajo piknisja për t'i dhënë atë rrugtimin e gjatë të bukur të fushave të tjera dhe me shumë mundësi, shumë prej jush që ju kam këtu, disa vite më vonë do të jeni ato emrat që ne do të përmendim më shumë në për skena më të mëdha. Unë po nis dhe po prezantoj të gjithë fëmijët kështu si që kam, së bashku me titujt edhe ato kurorat që mbajnë mbi supe, dhe pastaj fjala do t'jetë e gjitha për ju për të treguar këto emocionet që keni jetuar pak ditë më parë. Po e nis kështu si që kam sipas të radhës dhe sipas asaj çmimit kryesor, po themi, edhe pse asnjë fëmijë nuk mbetet pa çmim dhe kjo është tjetër pikë e rëndësishme për ta theksuar, askush nuk mërzitet, të gjithë mbajnë një kujtim të vogël nga kjo skenë. Po e nis prezantimin me Izabela Nikolli, Miss Junior Krenaria Shqiptare 2025, mirë se erdhe. Përshëndetje. Ja, është vajza e parë këtu. E ndërkohë, Alteo Voci, Mr. Junior Krenaria Shqiptare, përshëndetje. Melisa Lama, Top Model Albania. Melisa është vajza këtu, përshëndetje. Ja, se do e kaloj, pastaj mikrofonin do t'i shihni dhe nga afër, kështu që unë po i them të gjitha emrat: Hestia Mebelli, Miss Junior World Albania, Grej Kasa, Mr. Junior World Albania, Silbona Hoxha, shoqëruese e parë, Arsian Kola, shoqëruesi i parë, Cindy Vucaj që është këtu afër meje, shoqëruese e dytë, përshëndetje Cindy, dhe Erionis Bushpreni që është shoqëruesi i dytë dhe është shoku im këtu. Atëherë tani sipas rregullit i bie që unë ta nis me ju të dy apo jo? Mund ta nisim bashk, të uroj një herë komplimente shumë për titullin. Dhe të më thuash pak se një prezantim të vogël të ndin. Sa vjeç jenë, çfarë shkolle shkon, me çfarë merresh? Na trego ca gjëra se që je një vajzë e këndshme dhe e bukur dhe fituese, këtë e kuptuam. Unë quhem Isabela, unë jam 9 vjeçë, shkoj në shkollën Maria Kaçulini në Durrës. Okej. Edhe? Kam fituar çmimin Miss Junior Krenaria Shqiptare 2025. Të pëlqen kjo kurora që mban në kokë, kështu që dukesh si një princeshë e bukur? Po, mendove se do fitojmë, thuaj të vërtetën tani, se ca gjëra i kuptojmë dhe goca. Unë nuk e prisja fare. Vërtet? Nuk e prisja, por u gëzova shumë dhe kisha plot emocione. Dhe unë të uroj shumë dhe shpresoj që të vazhdosh ta kesh këtë rrugtimin të në skena, apo jo, me shumë emocione të tjera të bukura e pozitive. Tani, Alteo, unë të ta jap mikrofonin, edhe ti pastaj do ta kalosh tek shoqet, edhe më thuaj një prezantim të ndin të lutem. Që kemi si jeni? Mirë, në zemër, ti si je? Mirë, unë jam 8 vjeç, quhem Alteo Voci, shkoj në shkollë, jam në shkollë në... Qa klasë je? Në klasë 3, shkoj në shkollë në Katë Rrugët. Si shkon shkolla? Mirë? Mirë. Të lodh në një qik? Pak. Ato detyrat e shtëpisë mbas shkolla? Detyrat, unë jam kurs, kam kurs, shkoj i bëj detyrat e shtëpisë. E kuptoj. Edhe i bën aty detyrat. Po i bëj, jo në shtëpi, po i bëj i mësuese që punon ke shkolla. Po, e kuptoj, bën edhe ka bën një kurs. Po, ka bën një kurs edhe shkoj i bëj ato. Shumë mirë bën, se aty edhe i heq hafe shpejt dhe kur shkon në shtëpi nuk merresh me librat pastaj. E kuptoj. Tani më trego pak si ishte skena. Skena? Ma përshkruaj pak. Është bërë në qytetin e Krujës, apo jo? Po, ishte shumë e bukur skena, më pëlqeu shumë. Okej. Mësusja për shembull i kishte thënë mamit, edhe mami dhe babi më thanë që ta provoj, dhe unë e provova, më pëlqeu shumë. Me vërtet. Po. Dhe mësuesja jote i kishte thënë mami dhe babi që pse se çon idealin te ky konkursi, te ky spektakli? Kjo është hera dytë që kam shkuar.
Vërtet? Po. Ke fituar dhe herën e kaluar? Herën e kaluar jo më duket, se pra. nga që nuk e di, kanë bo me hile më duket të tjetë. Ka mundësi të keqë. E thash në fillim, kur ka fëmijë në studio është. Shika, ose ti duhet ishe një vit më... një vit më i rritur. U shkriva në fakt. Ose i lezet shumë, ja. Ka që bukur sa jeti, unë nuk e di, do me thënë, nuk e di. Do që është në qikë këmë, majta bëjmë një spilat bashkë tani. Ashto, shiko qaqoni, po shiko qaqoni, ylli bukur, ja. Okej, ja ta rregullojmë kështu. Hajde, ktheu edhe njerë të lutem, s'ka gjë se tani nuk jemi në sken, let na bie edhe shiriti, s'prish punë se jemi në studio. Atere, me syçka të bukur, ma thuaj dhe njerë emrin, sa vjeç je, na bëj një prezantim. Unë jam Histja me Belli. Aha, Shkoj në shkollën Skënder Libehova. po. Histja ti e Miss Junior World Albania. E kupton çfarë do thot ajo kurora që ti mban në kokë? Do të thot që ti je një ndër vajzat më të bukura për këtë vit. Faleminderit. Ta kanë thënë, besoj. Si u bëre pjesë e kësaj skene ti, e këtij spektakli, më trego pak? Kush të tha? Më vendosi mami dhe babi. Të pëlqeu? Po. Ishte e lodhshme se duhet thënë që ka prova, ka... Pak. Pak e lëshme. Po ja vlente? Po. Si ishte të ecje në skenë dhe të dëgjoje Eduard Trokiti ose emrin tënd që dikush e thriste aty? Ishte shumë bukur. Shumë bukur. Do ta provoj edhe një herë nëse do kthehej nga fillimi si eksperiencë? Po. Po? Si e mendon ti, Hestja, të ardhmen tënde? Do me thënë, nëse ty sot të pyesin, ajo pyetja që i bëhet pothuajse të gjithë fëmijëve, na është bërë edhe ne, çfarë do bëhesh kur të rritesh? Unë dua të vazhdoj modele, pa më shumë dua të bëhem doktoresh si ti. Doktoresh? Që të shëroj të sëmurët. O, zemër ti. Edhe unë uroj që të bëhesh një doktoreshe shkëlqyer, edhe një doktoreshe edhe e bukur kështu si që ti je, që do t'i shëroj ato të sëmurët edhe kështu me ato buzëqeshje dhe me syçkat që ti ke. E kaloj mikrofonin tek Grei. Përshëndetje, unë quhem Grei. Unë kam lindur në Durrës, banoj në Durrës, zona e plazhit. Studioj në shkollën Shaqi Mazreku, jam klasa e 5. Më trego për këtë eksperiencën tënde, më përshkruaj diçka. Kjo ka qenë eksperienca më e bukur që kam përjetuar. Pse? Çfarë bën kaq të bukur? Motra më shifte në sy mua kur kërceja. Edhe babi duke Eduard Trokitur edhe me gjithë buzëqeshje. Do me thënë, ti kur je aty edhe shikon motrën, shikon babin, shikon ato sytë që i shndrin tek sa të shohin ty dhe kupton që janë krenar për ty, apo jo? Po. Është një lloj kënaqësie në vete? Po. Sa mirë, sa mirë. Si e mendon ti veten tënde kur të jesh një djalë i madh? Do me thënë, ke filluar të kuptosh çfarë gjurme do doje të ndiqje, ose ke një model që thua si ky doa të bëhem? Unë duhet bëhem si ty. Si mua të bëhesh moderator në ekran? Po. E di që e ke mirë, është punë shumë e bukur me besa. Okej, ta provoj. Ta provosh që të shke me të. E ke nisur nga më e vështira madje nga skena. Skena është më e vështira akoma se sa televizioni. Se shikon, ne jemi më qetë, tu kamera, nuk kemi publik. Të uroj suksese shumë. Shumë faleminderit. E kaloj mikrofonin tek vajza, të cilën sigurisht dua të bëjmë dhe një prezantim tjetër, sepse kur ju prezantuam ishim kështu prej së largu, tani është momentit na thoni një nga një, edhe emrat dhe një herë. Po. Që keme, unë jam Sibona Hoxha, jam 11 vjetë dhe unë bëj shkollën të Ibrahim Gjorgje. Aha, si u bëre pjesë e aktivitetit? Se unë dua të di, do me thënë nga kush ju çon në të tilla, se ka aktivitete për fëmijë ka plotë, por që dikush ka një fushë të caktuar, dikush ka një fushë tjetër, etj. Pra, ju e keni vetë të dëshirën dhe i thoni prindërve që nëse do ketë ndonjë aktivitet dua të shkoj, apo janë prindit që ju thonë do të bëhet filan në aktivitet, kanë filluar audicionet edhe pse jo të mos e provosh. Në rastin tënd si ka qenë? Në rastin tim unë kam pasur shumë qejf që të shkoj të provoj diçka të re, edhe unë i kam thënë mamit edhe mami më çoi direkte, pa thënë asnjë fjalë jo. Aha. Do me thënë mama duhet jenë ose babat se mos i ndajmë se mami më shumë. Mama nga mbrapa, në prova, në sepse kjo ka qenë ëndra ime nga fëmijëria dhe deri tash. Edhe do të vazhdoj të jetë, Po, do vazhdoj.
Të pëlqen skena, të pëlqen ekrani, të pëlqen modelingu, çfarë? Po, më pëlqen Kënga, gjithçka. kërcimi, kush nga? Këdo vendosje të parën? Më pëlqen modelingu. Modelingu? Po. Po ti e di që është me një afat të shkurtër, le të themi. Po, e di. Po edhe media është e bukur. Edhe media është e bukur. Do me thënë, të jesh një personazh i njohur. Kaq të mjafton. Po më pëlqen të jem e famshme. Të jesh e famshme. Fama ka të mirat e veta, në fakt. Po, gjithçka është e bukur. E kaloj mikrofonin? Pa. Përshëndetje, unë e quam Arsian Loka, jam 11 vjeç edhe studioj në shkollën Ibrahim Kodra. Edhe mua më mbështetën prindërit për vendimin tim, se unë në fund të ditës vendova që ta bëja unë këtë skenë. Ishte dëshira ime më e madhe që kam pas tër vitin, edhe prindërit më mbushën. Sa qef. E di, kam përshtypjen që besoj çdo vit, kryesisht në të gjitha llojet e spektakleve që ka fëmijë, po në mënyrë të veçantë, kur janë kërcimi, për shembull baleti, dhe kur janë konkurse që kanë edhe pamjen, kanë edhe sfilatën, pra, që djem duhet të dalin dhe të ecin në skenë, për djem është shumë e vështirë. Nuk e di pse ka shumë goca edhe pak çuna. Po. Si ishte raporti këtë vit? Domethënë, apo kishte edhe djem? Kishte Mbajsa djem, po, peti gjatë kishte, provave. po, kishte. Domethënë, kishte konkurrencë. Po, qik, po. Çfarë mendon se ishte pika jote e fortë që t'u za ajo kup që mba në duar, edhe ti ishte ti shoqërues Me fort ishte që nga djemt nuk ka siko ishin aq konkurrent fort. Edhe nuk ka siko jepshin një interes të fort kërcimit. Aha. Ti pëlqen kërcesh? Një qik. Një qik. Po. Aha. A kishte në një moment vështirë? Se shiko, skena ka kështu, jo po pengohesh, jo. Jo. Jo, ja dole, të? Po, ja dole. Okej. Ta marrë mikrofonin? Faleminderit. Nëse s'ke që tjetër për të thënë, apo jo? Okej. Dhe tani e kalojmë te nga krahu jon, se e lam për në fund. Më thuaj. Përshëndetje, jam Elisa. Po, Melis. Unë quhem... E tham. E di që ke, shikon, e di që keni emocione, a? Kemi ne që jemi çdo ditë këtu, jo ju që vini njerë në pak kohë. Kështu që po. Jam 10 vjeç, studioj në shkollën Vasil Shanto, edhe kur mami më tha që janë hapur audicionet për Miss Mr. Junior, unë thash direkt dua të shkoj dhe pik. Okej. Dhe dëshira t'u plotësua. Po, kam pasur shumë frikë se kisha ato rrezohesha do ngatruar se sfilatën. Ke të drejtë. Se së shkolla ajo, plus që kishit kështu fustane, kishit, se ja dhe në foto, bët me fustane, me veshje popullore, kishit këtë vit. E pra, janë ca veshje që me zorë në gjitesh, me zorë lëviz. Nuk pate kështu lloj. Jo. Jo, shkoj çdo gjë në rregull. Të duar të rëkitën? Çfarë ndjen kur je aty në skenë? Ma përshkruan dot, ma kujton dot momentin, ose kur të thuhet emri? Unë isha gati vetëm kur më tha Melisa fiton top model, unë isha gati duke qarë, po e mbajta. Aha. Se nuk do të prësha. Vërtet? Dhe kur ti mbaroi spektaklin, mbaroi e gjitha, u ktheve në shkollë, u ktheve në lagje etj dhe i the shoqeve që fitova këtë çmim. Ishte bukur ta ndaje, se kam përshtypjen ka një lloj kënaqësie. Po, ka shumë. Aha. Do doje ta vazhdoje këtë rrugë, Melis? Po. Është pak afat shkurtër, po nuk ka gjë. Nuk ka gjë, ai sa të jetë, le të ta shijosh, le të marrësh më të mirën. Të uroj suksese shumë. Faleminderit. Dhe e kaloj mikrofonin te Cindy. Përshëndetje, unë jam Cindy. Unë shkoj në shkollë Vicenc Perdushi dhe jam 9 vjeçe. Aha, dhe i ke syçkat kaq të bukur. Faleminderit. Kalon një pjesë të fustanit kështu të na duket pritse. Shiko, ata ta shohin vetëm në profil, po ti sa e bukur je, kështu që ktheu andej kur të flasësh. Si, do më thuash pak si u ndjeva? Unë ndjeva pak emocione, po isha kënaqur shumë. Me vërtet? Po. Shiko, se kur je në skenë, shumë gjëra ti nuk ishe fare. Vetëm kur shkon në shtëpi, she fotot, she videot që të kanë bërë, edhe kupton se si ka qenë. Vetëm një diçka u kënaqa shumë, sepse kur isha në skenë, mami dhe babi me kanë shikuar shumë me kënaqësi, edhe motra dhe vëllai ishin në shtëpi, edhe ato u gëzoshin shumë. Ti ke dhe motër dhe vëlla? Po. Janë më të vegjël se ty? Sa që e vjojnë 3 fëmijë, domethënë. Ti e madhja. Na, okej. Domethënë ti vendos rregull. Shu i bie, sa vjeç janë motra dhe vllai? Motra ime mbushi 6 vjeçe, ndërsa vllai im mbushi 4. Okej, të ngjani ju me njëri tjetrin, i kanë syçkat kaq të bukur se ti? Vllai im. Vllai të ngjan. Po. Okej. Ti si e mendon veten tënde një vajzë të rritur? Me siguri prindrit besoj të gjithëve ju thonë mëso, të kesh një profesion të mirë, të kesh një punë të mirë. Besoj këto janë fjalët që të gjithë prindrit ja thonë fëmijëve apo jo.
Mua më pëlqen shumë të mësoj, sepse mund bëhem doktoresh, mund të marr një punë. Po, e kuptoj. Edhe kur të rritem, kur bëj një punë, unë do t'i blej mamis dhe nënës familjes time, do t'i blej një dhuratë. Do t'i blesh një dhuratë kur ti të marrësh rrogën tënde. E meritojnë në fakt. Ke shumë të drejtë. Sa mirë të ka shkuar mendja. Po, besoj tani në fazën që i merr ti dhuratat. Kush të shoqëron kur shkon nëpër aktivitete, kush të vjen? Mami dhe nëna. Mami dhe nëna e kanë këtë detyrën, ë? Janë më të lira siç duket. Ta kaloj mikrofonin tek ke diçka për të thënë tjetër? Jo. Okej, nëse ju kujtohet ndonjë gjë, thjesht ngrini dorën edhe ja u sjellun mikrofonin. Mirë? Po. Përshëndetje, unë U mërzite një herë duke pritur apo më mirë që folën të tjerët përpara se të ikën pak emocionet ty? Se shiko, kur të jep mikrofonin i pari ka një gjë, thua, pse ta filloj unë? Se ndonjëherë kur je i pari, është ai emocioni i fillimit të një interviste etj. Kur je i fundit do presësh sa të mbarojnë gjithë, ndonjëherë s'ka kohë të ngelet flasësh më pak, si ishte në rastin tënd? E dua të sinqert përgjigjen. Ashtu, ta kisha filluar nga ty, domethënë. Okej. Atëherë, ma thuaj edhe një herë emrin. Përshëndetje, unë qëmë Erionis Pushpeni, jam në shkollën Vyqen Pëndufi. Çfarë klase je? Në klasën e 3. Si shkon shkolla? Mirë. S'kan filluar këto provimet akoma, Jo? Nga fundi dhjetorit më duket fillojnë, mbaron semestri parë, para pushimeve, po. Është e vështirë klasa 3? Ja. Qa pasionesh ke ti? Çfarë është një gjë që ty të pëlqen? Ku di unë sport, piktur, art, ka një gjë që përveç kurseve, se besoj gjithë bënin ndonjë kurs. Bën një kurs? Po, Apo kam ta nën qenë. pushin? Kam qenë, po e kam lënë. Më mirë, që do. Mjafton shkolla? Po. S'ka filluar ngarkesa akoma. Më trego pak tani të jesh shoqëruesi i dytë. Çfarë do të thotë? Shoqëruesi i dytë që do të thotë që je Je shoqëruesi i dytë, kaq. Të pëlqeu apo mund të ishe edhe pak më? Me pëlqeu shumë. Pëlqeu. Tani kur tu tha do marrësh pjesë te ky aktiviteti ose tu dha si ide, a do kishe dëshirë që si u përgjigje? Po. Po. Tani që e ke kaluar si eksperiencë të gjithën, a ja vleti? Po, shumë. Të lodhi? Ja. Të kënaqi? Po. Ç'a ndodh aty në backstage, domethënë aty mbrapa ku atë pjesa që ne publiku nuk e shohim asnjëherë. Ç'a bëhet aty mbrapa? Rrëmuj, visheni, ë? Rrëmuj. Ashtu, ë? A ndodh ndonjëherë për shkakun që të ngatrohet radha kur ju ecni, se shpërqendrohet? Ndodh ndonjëherë. Por? Se vëre publiku thuaj fare. Apo e vëre? E vëre. Qa numri ishe? E mban më numrin? Po, 19-ta. 19-ta? Ju i mbani mend numrat? Po. 20, ti ishe mbas? Okej, po ti? Teta. Tani, unë kam një pyetje. Keni ju një model aktori, këngëtare je, mashkull apo femër, ku di unë gazetari, moderatori, njerëzish që bëjnë spektakle, që ju pëlqen shqiptar gjithmonë? Kush ka një përgjigje që unë t'i çaj mikrofonin? Shtje. Numri 20. U mendove? Gati ta lëshoj mikrofonin, se ma dhe mua. Okej, tani, ti kur shikon televizor, shikon emisione ose stacione televizive shqiptare, apo shikon YouTube, apo shikon, ku di unë, këto kanalet e dedikuar fëmijëve? Unë shoh YouTube. YouTube. Ka herë bashkë me çunin e Xhaxhit, është 1 vjeç. Ka herë rrim bashkë, lozim, po edhe jam fiksuar çik tu i pa dhe unë ato gjona për kalamaj. Bashkë. Po nuk lezeshe, je fiksuj qik tu i pa edhe ti ato gjona. Po, i kam pas pak ku ka qenë pak ma, jo i vjeç, ka pas qenë qik si vogël. Po, edhe mame që ku jepte kështu më ngën. Qa, thua e fjalin të mam? Kur jepte me hëngër, me hëngër. ishim vetëm të pa YouTube. E kuptaj. Gjona për kalamaj. Unë duhet a esh mikrofonin ty se s'dije qa vazhdo dhe na thua. Je shumë i lezetshëm, jeni të gjithë shumë të mirë, edhe jemi në fund fare.
nëse doni të shtoni diçka përpara se t'ju uroj suksese, se e di që keni edhe përfaqësime, keni një sken tjetër që ju pret, mund të vini këtu sa herë të doni, nëse keni ndonjë gjë për ta ndarë me emisionin ton. Edhe e mbyllim, si thone. Si dush. Si du. Mikrofonin dua pak. Shumë faleminderit, mund të thuash dhe ti diçka dhe pastaj çojemi të gjithë në këmbë, ti shohim pak edhe kështu në këmbë se hajde çoni edhe juve. Okej, pa ecur aty në vend, po zemër. Unë kur shoh YouTube, unë nuk shoh kështu gjëra, po unë shoh gjëra krijuese sepse mama për shumë gjëra që krijuese. Nga këto kraftet kështu të lezetshme. Kur unë shoh gjëra krijuese, nga ato çfarë shoh i bëj. Edhe pastaj merresh me puna aty brenda shtëpisë në dhomën tënde. Shumë mirë, po, ashtu po. Sigurisht që interneti na duhet të gjithëve, por me limite, pa e tepruar. Faleminderit shumë që ishit këtu në studio. Kështu që për publikun që po na sheh, bëjmë një përshëndetje kështu me dorë? Ja, kështu, ju përqafojmë nga studio, edhe takohemi bashkë nesër. Suksese! Faleminderit!